Pyetja e radhës thotë kështu. Selam aleikum. Kish pas mundësi me më tregu, a është gjuna me ja uru pashkët besimtarëve katolik? Se kam miq katolik, e s'po di a është gjuna me ja uru ajo. Me ja uru festat jo besimtarëve, qoftë krishterëve, qoftë jahudive, qoftë mushrikëve, është haram i ndalum rreptësisht, derisa edhe mundët që të hinë në kapitullin e kufrit apo në kapitullin e shirkut, që të del njeriu nga feja. Shkaku se ti nëse ja uron vitin e ri, atëherë faktikisht ti ja ki uru atina se Zoti ka lind. Sa ata thojnë lindi Isusi, ti thu se me të vërtet lindi, ata qëto e kanë përshëndetin. Ti faktikisht kur ta përshëndet ti me ata po e pohon se Zoti pas ka lind, apo Zoti ka fëmijë, apo thu që për hajër të koft lindja e Zotit tant. Nëse ti e ban për hajër, dhe më thonë ti faktikisht ke dalë prej feje, se ti faktikisht je i pajtueshmëri, apo dhe më thonë një edhe plus asoj ja feston festën, për ata është kategorikisht e ndalume që të festohet, dhe më thonë festa e kretë çka janë të fejve të ndryshme, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njeri ka pa në Medinë duke festu një fest, i kanë thonë çka është kjo festa, thotë është një festë e xahilietit që e kemi pas. Pejgamberi alaihi salam ka thonë Allahu subhanahu wa taala ja u ka ndalu të gjithë festat dhe ja u ka zavendësu me dy festa, ajo është festa e Fitr Bajramit edhe festa e Kurban Bajramit. Pra muslimanët i kanë dy festa dhe vetëm këta dy festa lejohet që ti festojnë dhe ta falendrojnë Allahun, kurse festat tjera përveç këtyre festave që janë festat e xahilietit, të ignorancës apo të krishterëve të jahudive, është e ndaluar rreptësisht që të bëhet kjo, wallahu taala a'lam.